Partia Demokratike do të dalë sërish në shesh kundër kryeministrit Edi Rama më 17 prill. Protestën e radhës, Berisha e lajmëroi në bashkëbisedimin që bëri me qytetarët në rrjetet sociale. Edi Rama ke vetëm një rrugë, dorëheqjen sa më parë, me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Mos mendo se nuk do të gjesh paqë kurrë, nuk do ketë stabilitet kurrë. Berisha tha se betejë e Partisë Demokratike vijon të mbetet në kilometrin e fundit, por duke sqaruar se kur ka nisur betejë, ai la të kuptohet se kur mund të përfundojë edhe kilometri i fundit. E kam thënë me bindje të plotë dhe e them përsëri se jemi në kilometrin e fundit. Kuptimi është ky që vijon. Ne si opozitë në vitin 2021 ishim parashikuar nga Lulzim Brava dhe jo vetëm nga Lulzim Brava, por dhe nga të tjerë që të bënim koalicion me partinë, të ishim si motrë e Partisë Socialiste në qeveri. Mos harro se gjën kilometrin e fundit, ne u detyruam të zhvillojmë shumë beteja të cilat ndofta në historinë politike të Europës nuk i ka zhvilluar asnjë forcë politike demokratike. Ndërkohë, Berisha akuzoi kreun e qeverisë se pasi e ktheu në politikë normale kanabizimin e Shqipërisë, pastrimin e parave, i lejon t'i bëjë në ndërtim. Ka shtruar Shqipërinë në lavatrishën më gjigande të larjes parave të krimit në Europë dhe në botë. Ka dorëzuar territorin dhe lejet të ndërtimit këtyre klaneve me të famshmen Adelaida Roko, zëvendësin e tij në çështjet e territorit dhe të lejeve të ndërtimit, bashkëpunëtorja motër e 2 vëllezërve lejtnant kryesor të Suelçelës. Teksa u ndal në problemin e çmimit të naftës, lideri demokrat tha se nëse PD vjen ndonjëherë në pushtet, çmimi i hidrokarbureve nuk do të jetë asnjëherë më i shtrenjtë se në Kosovë.